Dy sportistë elitare i bashkojnë klubit Shumë Sportësh Flamurtari. Në një konferencë për shtyp, drejtoria e klubit Shumë Sportësh Elona Hasanaj theksoi se dy vajzat kanë treguar se janë ndër sportistët me arritjet më të larta në disiplinat e tyre. Enkeleida Caria në sportin e peshngritjes vetëm 18 vjeç ka arritur të fitojë një sër medaljesh dhe trofesh, duke dëshmuar talent dhe potencial për një të ardhme të ndritur. Deri më tani ajo ka fituar medalje dhe trofe si në arenën kombëtare ashtu dhe ndërkombëtare. Po ashtu për herë të parë i bashkohet klubit dhe një sportiste në boks, Esmeralda Jonuzaj. Ajo është një tjetër sportiste me më shumë medalje dhe trofe, mes të cilave dhe 3 trofe kombëtar, si dhe është shpallur kampioni e parë femër në boks. Sipas Hasanaj, të dyja sportiste do të jenë tashmë pjesë e ngjyrave të Flamurtarit për të përfaqësuar klubin dhe qytetin, si dhe për të vijuar rrugën e sukseseve dhe arritjeve dhe trofeve të tjera. Flamurtari ka patur gjithmonë në objektivat e tij kryesor arritjen e rezultateve të larta dhe evidentimin e lojtarëve elitar. Sot jam shumë e lumtur që të bëj pjesë të klubit Shumë Sportësh Flamurtari, dy sportiste të niveleve shumë të larta, kombëtare dhe ndërkombëtare. Është një ditë shumë e rëndësishme për klubin Shumë Sportësh, sepse garon për herë të parë për klubin Shumë Sportësh një peshngritse që është 18 vjeçe, me një të ardhme të ndritur në peshngritje, dhe është Enkeleida Caria, dhe vjen së bashku me trajneren e saj, Eglantina Kalemi. Është një kampione kombëtare për të rritur prej vitit 2022 deri në 2025 dhe pjesë e kombëtares shqiptare. Gjatë karrierës së saj sportive ka fituar 23 medalje ndërkombëtare, botërore dhe europiane, si dhe është mbajtëse e 28 rekordeve europiane për kategorinë të rinj, nga të cilat 3 rekorde botërore dhe 25 rekorde europiane. Duhet i lexoja patjetër titujt e vajzës, sepse janë shumë, dhe jo pa qëllim thash që është një ditë shumë e rëndësishme që një lojtare niveleve të tilla do të garojë për fanellën e Flamurtarit për të sjellë sa më shumë medalje, tituj dhe për t'i dhënë një shtytje akoma më të madhe peshngritjes në Vlorë. Dhe më vjen mirë që vjen së bashku me trajneren e saj, ne përpara këtij prezantimi që bëjmë sot të këtyre dy arritjeve të mëdha të klubit, kemi ofruar të klubi Flamurtari dhe një ish sportiste, një ish rekordmene, siç është Fetie Kasa, që do të merret me gjithë grupet e moshave dhe jo vetëm. Unë u thash në fillim që janë dy sportiste, një peshngritse dhe një boksiere. Dhe më vjen shumë mirë përsëri që për fanellën e Flamurtarit, për herë të parë, ndoshta mbas shumë vitesh, garon një vajzë në boks. Ne kemi profesor Gzim Zenelin që është nga trajnerat më të mirë shqiptar, që është trajneri kombëtares shqiptare, që trajnon sportista shumë të mirë, por ka ardhur dita që të trajnoj dhe të sjelli kupa dhe medalje të tjera edhe me një vajzë, e cila quhet Esmeralda Jonuzaj, 3 herë kampione kombëtare nga viti 2023, 2024 dhe 2025. Kampionja e parë kombëtare në historinë e Shqipërisë për boksin e femrave, vendi i 3 medaliste e bronz në kampionatin Europian 2023, ka marrë titullin boksierja më e mirë femër në Shqipëri në vitin 2023 dhe medaljen e argjend në turnamentin Gongu i Artë. Emocionet nuk kanë munguar as tek vajzat dhe trajnerët e tyre, të cilët shpalosën edhe objektivat për të vijuar me të tjera trofe, medalje dhe kupa tashmë për ngjyrat e Flamurtarit, duke falendëruar klubin që janë pjesë e tij. Shumë faleminderit. Në radhë parë unë falenderoj Elonën që ka bërë përpjekje maksimale për të qenë pjesë e Flamurtarit. Dhe më pas unë dhe Enkeleida shprehem dëshirën edhe më shumë. Në radhë parë ne jemi ndjerë si në shtëpinë tonë, kemi ndjerë ngrohtësinë e qytetit të Vlorës. Dhe si thash dhe të Elonës, një nga arsyet ka qenë ngrohtësia dhe mikpritja. Si pjesë e ekipit të Flamurtarit, shpresoj dhe mendoj që do vazhdoj të kem arritje të mëdha siç kam pasur dhe vitet më parë, edhe shpresoj të sjell sa më shumë arritje. Faleminderit gjithëve, është nder dhe privilegj për këto goca që marrin pjesë në siglën dhe stemën e Flamurtarit, që është një emër i madh dhe kanë nderin më të madh që përfaqësojnë Flamurtarin dhe futen familjen e boksit vlonjat. Esmeralda fillimet e saja i ka nisur që fëmijë në qytetin e Vlorës, po për arsye të shkollimit saj ka shkuar në Tiranë dhe ka vazhduar studimet dhe është kthyer përsëri në qytetin e saj. Nuk është diçka që na tingëlloi sigurisht në diçka jashtëzakonshme, por unë doja të falenderoja kryesisht
mbështetjen e klubit, se pa mbështetjen e klubit flamurtari të Elona Merkës dhe pa mbështetjen e bashkisë, këto vajza nuk do të ishte mundur që të vinin në këtë qytet. Dhe një falenderim jashtëzakonisht të kemi për klubin dhe për bashkinë. Kurse gocave ju urojmë suksese të mëtejshme. Unë në fakt e kam nisur sportin që 6 vjeç, do të thënë kam gati 17 vite që merrem me sport, por që boksin e kam nisur një sport të ngjashëm, ka qenë kickboksi. Boksin thjesht e kam nisur në moshën 15-16 vjeçë. Si fillim dua që të falenderoj shumë për mikpritjen këtu te klubi Flamurtari dhe që kam nderin që të trajnohem edhe me trajnerin dhe mjeshtrin e madh Gëzim Zeneli. Për këtë gjë dua t'ju falenderoj. Unë merrem me boksin sepse jam rrit me këtë sport, ka qenë pjesë e fëmijërisë time dhe tashmë thjesht e identifikoj veten si boksiere, nuk mundem dot që është pjesë e jetës time, domethënë. Dhe shpresoj shumë që të arrijë një ditë që të marr akoma dhe më shumë medalje ndërkombëtare dhe pse jo të kualifikohemi për radhët olimpike. Objektivi kryesor tani që është më i afërt janë lojrat mesjetare dhe kampionati evropian. Shpresoj shumë që të marrim medalje. Klubi Shumë Sportësh Flamurtari shton në gjirin e ty 2 sportiste elitare në sporte të vështira, por që kanë treguar se dinë të jenë protagonistë dhe të fitojnë trofe. Një rrugë që synojnë ta vijojnë edhe me klubin Shumë Sportësh Flamurtari.